Gjithashtu nuk duhet shkel parimet morale islame, siç është për shembull objektifikimi i trupit, mos banalizohet imazhi i gruas muslimane, dhe mesazhet dhe format duhet të jenë, domethënë të evitohen mesazhet dhe forma jo dinjitoze, të cilat janë edhe provokuese. Pra duhet të ruajmë një farë norme, le të themi, kur ekspozohemi. Unë jam e mendimit që nuk lejohet ekspozimi që shfaqet trupi ose seksualizohet trupi i femrës, ose ndodhin fitime përmes imazheve të sakt. Domethënë reklamohet trupi i një gruaje, në përgjithësi nuk flasim për gratë muslimane, mendoj se domethënë kjo nuk duhet të jetë prezente në media. Përmbajtje për shembull të mos bjerë ndesh me etikën islame, për shembull ti shpërndan një përmbajtje që ka muzikë shturse, fjalë të shtura etj. Dhe gruaja nuk duhet të reduktohet në objekt dhe jo në subjekt, pa mendim, pa dije dhe pa vlerë.